Kopshti Shën Klara ka shënuar 10 vjetorin e themelimit. Gjatë një ceremonie të organizuar për këtë rast, u vlerësua puna motrave franciskane të kishës dhe stafit edukativ që kanë kontribuar ndër vite në ndërtimin e një ambienti të sigurt dhe të dashur për fëmijët. I pranishëm në këtë aktivitet ishte edhe i peshkvi i Kosovës, Imzot Dodë Gjergji, i cili falenderoi të gjithë për kontributin që e kanë bërë në këto 10 vite. Unë jam këto për të falenderuar të gjithë të cilët kanë dhënë një kontribut në 10 vjetorin e punës së Kopshtit Shën Klara. Duhet të falenderoj edukatorët, motrat, duhet të falenderoj gjithashtu prindrit që ju besojnë fëmijët, duhet të falenderoj fëmijët për këtë program kaq bukur që na e kanë dhënë dhe t'ju uroj gjithë njerëzit edhe dëgjuesit tuaj që të kenë sa më shumë gëzim, hareje dhe lumturi në jetën e tyre, në edukimin e fëmijëve dhe në të ardhmen. Një fjalë rasti pati edhe motra franciskane Olga Dulaj, e cila është gjithmonë në shërbim dhe mbështetje të fëmijëve të Kopshtit. Sot është ditë falënderimi. E falenderojmë Zotin për këtë ditë të bukur, kur festojmë së bashku si një familje e bashkuar e që protagonistët janë fëmijët. 10 breza që rritën në mesin tonë, në duart e motrave dhe edukatoreve, që me përgjegjësi dhe kujdes vigjilojnë mbi ta, me qëllim që t'u ndihmojnë familjeve dhe shoqërisë, para së gjithash në kultivimin e vlerave njerëzore. Gjatë aktivitetit u shfaqën edhe pika të ndryshme artistike nga vetë fëmijët, si dhe momente falenderimi për motrat që kanë shërbyer në Kopsht që nga themelimi.